Danimarka ka dërguar më shumë trupa në Groenland ndërsa Donald Trump forcon kërcënimet e tij për të pushtuar territorin. Ushtarët danes zbarkuan në Kangerlussuaq, ku ndodhet aeroporti kryesor ndërkombëtar i Ishullit, të hënën në mbrëmje. Trump e përshkallëzoi kërcënimin e tij për të marrë kontrollin e Groenlandës në një seri postimesh në Truth Social gjatë natës, të cilat përfshinin një imazh të gjeneruar nga inteligjencë artificiale të presidentit amerikan duke mbajtur një flamur amerikan në ishull, një tabelë në fotografi e cila paraqiste edhe J.D. Vance dhe Marco Rubio. Shkruante: Groenlanda, territori shëbaz i themeluar në vitin 2026. Ai e minimizoi mbërritjen e trupave në Groenland pasi aleatët e NATO-s, përfshirë Britaninë dhe Francën, dërguan një kontingjent të vogël ushtarësh në ishull. Ata dërguan disa njerëz dhe thonë se nuk i dërguan për mua, por për të mbrojtur nga Rusia, u tha ai gazetarëve. Mbërritja e trupave evropiane më herët duket se ndezi zemërimin e Trump dhe çoi në kërcënimin e tij për të vendosur tarifa për mallrat nga Britania dhe 7 vende të BE-s, nëse kontrolli i Groenlandës nuk i dorëzohej SBA-s. Komanda e Përbashkët Arktike e Danimarkës do të zgjerojë stërvitje ushtarake në ishull për të zhvilluar gjatë vitit përballë presionit në rritje të SBA-s, tha Søren Andersen, krye komandës në Groenland, për një gazetë lokale.